Këshilli i Bashkisë Dibër zhvilloi të premte mbledhjen e radhës për muajin dhjetor ku diskutoi 8 pika në rendin e ditës. Pas largimit si kryetari i Këshillit Bashkiak Dibër të Irini Shehut, këshilltarët kanë zgjedhur për t'i drejtuar këshilltarin socialist Sokol Sava. Këshilltarët diskutuan dhe i miratuan pikat e rendit të ditës një nga një, mes tyre dhe numrin e përgjithshëm të punojësve të Bashkisë Dibër për vitin 2026, si dhe paketën fiskale. Megjithatë, mbledhja e cila nisi rreth orës 10 të paraditës së dieshme është mbyllur rreth orës 15, pasi u shoqërua me debate të forta nga anëtarët e opozitës. Këshilltarët e opozitës kërkuan që të rishikohet numri i përgjithshëm i punojësve të Bashkisë Dibër, pasi është mbi numrin e nevojshëm dhe sipas tyre nuk është efektiv, si dhe të ulen taksat vendore për familjarët. Megjithatë, kjo pikë e rendit të ditës mori të gjitha votat e nevojshme për ta kthyer në vendim. Mes pikave të mbledhjes së ditës së dieshme ishte edhe miratimi i projektvendimit të fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin tetor, marrëveshje bashkëpunimi mbi zbatimin e programit për ndërtimin e banesave me kosto të ulët në Bashkinë Dibër e të tjerë.